Profesor, një vorë simpatike sot në Loro Boriqi për bravo Vllaznisë përpos barazimi 2-2 edhe loja skuadrës tuaj mori Eduard Trokiti. Për ne ishte një provë gjenerale, kërkuam të ndeshim me Vllaznin, pasi fillojmë javës që vjen kampionatit, fillojmë detyrat që duhet i bëjmë më së miri dhe nga kjo ndeshje me Vllazni, që e dim cila është Vllaznia, për ne ishte një test tamam kampionati, jam i kënaqur nga çunat, jam i kënaqur në përgjithësi nga puna që kemi bërë në fazën përgatitore, nga qefi që kanë pasur, nga lojtarët e rinj që kanë ardhur, që kanë cilësi, dhe besoj bashkë me grupin që kishim vitin e kaluar, me ndërthurjen e elementeve që kanë ardhur të rinj, besoj se do paraqitemi mirë, kemi dhënë shkëndija të mira dhe në ndeshje miqësore, ato që kemi kërkuar dhe kemi punuar, shikoj Zotit i kemi bërë, shpresoj që me të njëjtën dëshirë, të njëjtën qef, të kemi dhe në kampionat, pasi është një kampionat i vështirë dhe duhet të japim maksimum që ndeshjen e parë. Profe, një vorë në rritje në miqësore të zhvilluara deri më tani. Po, ishin lojtarë të rinj, kemi patur e disa dëmtime, nuk donin të riskonim, kështu që luanim me lojtarët e rinj, duke i futur dhe në atë filosofinë që ne kërkojmë në lojën që duhet të zhvillojmë, jam i kënaqur nga ata dhe erdhi koha që të krijojmë atë 11 që si të them me lojtarët më të mirë në këtë moment, pasi për mua janë të gjithë njësoj, dhe pjesën e dytë nga ata që ndruam dhe ata që u aktivizuam pak, jam shumë i kënaqur. Se për mua ka rëndësi që çdo njeri, çdo futbollist që futet në lojë të bëjë ato detyra taktike që ne themi dhe sipas pozicionit të dim të gjitha edhe ato automatizmat, edhe detyra taktike në anën mbrojtëse që është kryesore. Një vorë dinjitoze sezonin e kaluar, të sezon do të jetë edhe më vështirë me çfarë po shikohet, skuadrat janë rritur edhe Vora është rritur, por do ta ketë më të vështirë. Sigurisht është një kampionat i vështirë për të gjithë, jo për Vorën, të gjitha ekipet janë forcuar edhe ne jemi forcuar, jemi më të mirë besoj se vitin e kaluar. Kjo mbetet për ta parë që të kemi gjithmonë atë entuziazmin që kishim edhe vjet, ta vazhdojmë edhe këtë vit duke dhënë maksimumin dhe duke marrë pikët për ato objektiv që ne kemi në superior. Është Vora gati për startin e kampionatit? Besoj jemi gati. Është një ndeshje e vështirë sigurisht me Dinamo, por të gjitha ekipet e Superligës si Dinamo, si ekipet që janë futur Skënderbeu ose Laçi, që i themi ekipet e reja pasi ata kanë shumë vite në Superligë, janë pothuajse të gjitha njësoj për ne. Me interes është edhe një opinion për Vllaznin. Si u duk Vllaznia sot? Vllaznia është ajo Vllazni tipike, të krijon rast, të krijon mundësinë pasi ka edhe lojtarët me cilësi, lojtarët me eksperiencë, që mund të rajë çdo ekip. Nuk ka rëndësi se kush luan në kupa, rëndësi ka ku fillon kampionati dhe pesha e fanellës së Vllaznisë sigurisht është e rëndë dhe të gjitha ekipet e ndjejnë. I uroj sukses edhe Vllaznisë.